10 vite fundjavë ndryshe ishte një aktivitet i cili u zhvillua në Pallatin e Kongreseve ku Arber Hajdari bëri një ceremoni për të festuar ose për të kujtuar 10 vite të rrugtimit të tij me fundjavë ndryshe. Për të folur mbi këtë aktivitet dhe disa tema të tjera të rëndësishme lidhur me showbizin shqiptar, kam të ftuar në një lidhje direkte Klevis Mile, gazetar. Klevis, faleminderit për intervistën dhe mirë se u riktheve përsëri në VIP Magazin. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën sërish. E kemi ndjekur gjithë atë event, ka qenë një event shumë i shkëlqyer, shumë personazhe VIP të ftuar. 10 vite fundjavë ndryshe, kemi parë këtë vit një super event i ardhur nga Arber Hajdari, i cili na tregoi edhe një herë se sa ndihmë i ka ofruar shtetit ton, familjeve shqiptare, gjë shumë e bukur. Gjyam shumë lloj historisë sërish, kemi parë shumë të ftuar special në këtë event. Kemi parë për herë të parë të shfaqet në syrin publik Lori Hoxha me partnerin e saj Vis Bayraktari. Parë edhe mungesa në krau tjetër, Sara Hoxhën, e cila nuk ka qenë shoqëruar prej Ledion Liçës, gjë që ngriti dyshimet akoma më shumë në publikun, duke hedhur sërish akuza për një ndarje rreth çiftit, por pas këtyre lajmeve, fjalëve që ka nxjerr publiku, kemi parë që mbas disa ditësh është hedhur promo e Big Brotherit, ku shifet qartazi që Ledioni do jetë sërish pranë nesh si prezantuese edhe këtë vit në këtë edicion, edhe Sara Hoxha si producente pranë tij gjithashtu. Gjë që shuan zërat edhe gjithë ato lajmet që kanë dalë nëpër portale. Klevis, siç e the edhe ti, tashmë ka dalë promoja, me 20 dhjetor do të fillojë Big Brother VIP Albania, do prezantohen nga Ledion Liço, deri tani këto informacione kemi, nuk dim kush janë opinionistët dhe kush janë banorët. Kemi ndonjë informacion rreth këtyre? Vështirë. Siç po bisedojmë më parë, është bërë shumë vështirë këtë vit, produksioni ka marrë masa shumë të rrepta këtë vit dhe është munduar t'i mbajë sa më sekrete çdo lloj gjëje, dhe duket që po e bën mjaft bukur këtë punë si vjet. Kemi dhënë disa emra herën e kaluar, do vazhdoj të jap edhe 2 emrat e tjerë këtë herë. Do flas për një këngëtar shumë të njohur, është Kristi Lama, i cili do bëhet pjesë i këtij edicioni. Nuk di se sa ky personazh mund të premtoj, por di që ta them me plot bindje që do na kënaqë me zërin e tij rreth me muzikën. Kështu, disa emrat e tjerë që janë dëgjuar janë si për shembull artisti Robert Aliaj, Jati ose Kristit. aktori Jati Kristit, po. Një tjetër personazh është aktori i Portokallisë Eugene Plovishti, ose i njohur ndryshe Neversoloja, që u bë i famshëm vjet duke imituar por kam dëgjuar që mund të kemi edhe një rikthim të një ish konkurrenti të Big Brotherit të thjesht, i cili është Valer Kolnika. Ashtu siç bën në Big Brotherin e Luizit, që u kthye qetësori me Fotinin, besoj. Pra pak a shumë një format. Mund të kemi diçka të tillë, po mund të kemi një rikthim të tillë sërish edhe këtë vit. Por jo diçka është e sigurt, është dëgjuar, është përfolur edhe ky personazh, kështu që mbetet për të parë edhe kjo pjesë. Gjithashtu përflitet si çdo vit, flitet edhe Rene Refo, e cila mund bëhet edhe këtë vit pjesë e Big Brotherit, edhe unë shpresoj që ta shohim këtë vit më në fund, sepse duket shumë premtuese rreth nesh, edhe pse jo. Një tjetër banor që mund të kemi sërish një të njëjtin gjë siç u bë vjet me Gjestin, mund të kemi të njëjtën gjë si vjet me Linda Rein, mund të kemi një ish banor të Big Brotherit Kosovës në që u largua nga Big Brother Kosova që erdhi në Shqipëri, a? Po.
Siç dëgjuam dhe te intervista saj që dha te Grida Duma, te Po, podcasti, e la të hapur këtë pjesë. Kështu që mbetet për tu parë, por besoj me 99% do e shohim lindaren e Big Brotherin në Shqipërisë. ndërkohë, sa i përket opinionistëve, Por opinionistët, si shtate herën e kaluar, unë e them me plot bindje që do e kemi Arber Hajdarin. Pas mbështetjes që pam që familja Hoxha dhe Top Channel i ka dhënë Arber Hajdarin në bashkëpunimin e tyre në fundjavë ndryshe, duke qartazi që Arbri do vazhdoj të mbaj fronin e tij si çdo vit. Kështu që sa i përket opinionistit të dytë, unë vazhdoj sërish me qëndrimin ti te Egla Ceno, po do hedhë një dyshim tjetër sot, në aq sa kam dëgjuar, edhe në aq sa kam parë, mund të kemi edhe një Rozana Radi. ta mund të jetë dhe Rozana mund të jetë opinioniste në Big Brother. Pra, mes Rozanës dhe Eglës je ti. Po, mes këtyre dyve jam unë. Kalojmë tek Big Brother Kosova. Çfarë dim, cilat kanë qenë dinamikat dhe po themi ngjarjet më të rëndësishme që kanë shënuar Big Brother Kosova që nga fillimi po themi, ose edhe tani kemi parë kthimin e Dolçes nga Grande Fratello, ka pasur disa dinamika në shtëpi në Big Brother VIP Kosova. Cilat kanë qenë dinamikat më të forta për ty? Sipas atyre që kam parë dhe kam ndjekur, janë ka goxha banor që janë dinamika, por ata që në syrin tim dhe në syrin e publikut dallohen, duke qartazi që është Londrimi, një nga personazhet më i komentuar së fundi. Përflitet shumë edhe Bia Khalifa, e cila bën më tepër se show në atë shtëpi, gjë që e ngre rrjetin social në këmbë me reagimet e saj brenda në shtëpi. Kemi Dolçen gjithashtu, e cila siç the u rikthy nga Grande Fratello, është rikthyer mjaft e fuqishme, mjaft e komentuar, mjaft e njohur tashmë nga publiku, kështu që pritet se çfarë do japi që këtë tutje në shtëpinë e Kosovës. Kemi Albën gjithashtu më fal që komentohet shumë, urrejt shumë nga sa kam parë në për komentet, por gjithmonë në për Big Brother kemi të mirin dhe të keqin, kështu që këta të dy do hajnë kokë me kokë deri në fund. Kështu që besoj se Alba do jetë një nga finalistët e këtij edicioni në Kosovë. Në krau tjetër kemi edhe Elionën, gocën e vogël të shtëpisë, e cila ka trënditur për herë të dytë rrjetin, edhe Big Brotherin e Kosovës. Herën e kaluar ajo e tronditi me historinë e saj të dhimbshme, ku ajo foli për fatkeqësinë edhe aksidentin ku ka humbur të jemën e të motrën e saj. Këtë herë bëhet fjalë për një lajm të cilin është i vërtet deri diku sipas opinionit tim. Flitet që Eliona është në kërkim ndaj shtetit gjerman, diçka që është e vërtet, por nuk është e vërtet që kjo vazhdon edhe ndodh deri diku, okay? Bëhet fjalë për një lajm i cili ka dalë 2020-ën, ku Eliona atëre ka qenë 13 vjeç, mos gaboj, ku ajo ka vendosur të braktisë si familjen e saj ku ajo birsohesh në drejtim për të gjetur familjen e saj biologjike. Por të shtoj edhe diçka, deri tani produksioni ose vetë ajo nuk kanë bërë publike ndonjë dokument zyrtar ose në një dokument zyrtar, më fal, që konfirmon se aktualisht ka procedim apo kërkesë ndaj saj kundrejt shtetit gjerman. Që ka sa i përket historisë të Elionës. Ndërkohë kemi pasur dhe një afrimitet mes dy banorëve, mes dy çunave në Big Brother VIP Kosova. Çfarë po ndodh realisht? Po, i kemi parë, të them të drejtën, i kemi parë kohën e fundit, i shohim akoma edhe më afër të dy konkurrentët, duke ngrit akoma dhe më shumë dyshimet në publik. Në rrjete janë shfaqur plot video ku të dy shfaqin aftësi fizike.
Shohim video ku komplimenton njëri tjetrin sa sy të bukur, oj ke sy të kaftë, gjë që ka lënë një pikpyetje shumë të madhe deri tani publikun e Kosovës dhe të Shqipërisë, për sa ata i ndjekin. Por diçka që mua më ka bërë përshtypje, diçka që mua më ka bërë përshtypje është një deklaratë që ka dhënë ish partnerja e Klodit, e cila mos gaboj quhet Michel Veronesi, ka deklaruar që Klodi ka qenë shumë social dhe ka pas miqësi të forta me djem edhe me përpara. Ajo pranon se marrëdhënia me Londrimi mund të jetë më shumë se miqësi, por momentalisht nuk beson se do jetë një lidhje gjitha kjo. Qëndron këtij mendimit. Po ti si mendon, do Qëse kemi do një mendimin lidhje në Big Brother Kosovë? Shiko, ky do ishte një skenar shumë i bukur për Olson, sepse Olsa i ka qef të jetë e para në çdo gjë, por unë do flas me opinionin tim, besoj se ndaj lëndrimit mund të ketë një pëlqim për Klodin, por nuk kam kuptuar akoma Klodi se ku qëndron, sepse është një person që vjen nga jashtë, është një open mind tip, e dim që ka pas një lidhje me një femër, kjo nuk ka të thoj fare, të pjesë gjithsesi është ideja ime, por nuk jam dhe unë akoma tek ajo pikpyetja, mund edhe të ketë, pse jo, nuk i themi jo kurrë, por nuk e di se si do e marrë publiku këtë lloj gjëje. Dhe sa i gatshëm është publiku i Kosovës më shumë ti për të pranuar diçka të tillë. Gjithsesi mbetet për tu parë. Klevis, faleminderit shumë për intervistën dhe shihemi në intervista të tjera, se edhe pak na kanë ngelur dhe pastaj do kemi dinamika sa duash për të komentuar. Faleminderit shumë. Patjetër, faleminderit unë. Gjithë mirë.